Ndërsa sa i përket lidhjeve dhe krejt ngjarjeve të cilat ka ndodhur, që në fillim të këtij viti faktikisht, që po e përmbyllim tashmë me atë lajmin e këpshëm edhe që vazhdimisht është diskutuar, është ndarja e Beskallakut dhe Gjensiles, që mund të them që Gjensila ka qenë një prej emrave më të përfolur të këtij viti. Edhe pse vitin e kaluar gjatë verës me koncertet e saj ka marrë një vëmendje të jetë madhe, edhe me koncertet që i ka pas bashkë edhe me Ledrin në për shumë vendet ndryshme të Kosovës. Një herë u përfol edhe për një lidhje, edhe si një lidhje. Pak dramë në vete kjo lloj e raportit cilën e kanë bërë që të tre. Elsa? Po besoj shumë që tha edhe Donjeta, janë emrat më të përfolur showbizit këtë vetë. Gjesti, po mendoj Gjesti, Ledri, Gjensila, janë disa nga emrat që për një me kanë bo buj mirë, po edhe që janë komentu të jetë mos si nga gazetarët, ashtu dhe nga vetë personat të thjeshtë, po së për asyshën familje teme, është folë, nështë që a ka diçka mes Ledri, Gjensiles, edhe i kena po edhe të këndu bashkë, shumë tafër me zveti. Këtu janë ka disa prej pikave që neve, sidomos neve publikit, në kanë rëngjallë shumë, kureshtje që me di që për një me, a ka diçka do njët me syna jo? Definitivisht një herë alo diçka zyrtare, nuk është që kemi pa, por që mbi gjitha për krejt ata personat cilat janë fansa të themi kështu të Ledrit edhe Gjensiles, janë të flakë që të dyshja të tjetë në një lidhje. Edhe pse i kemi pa që janë dalë disa video, që pak janë dyshime që mund të ketë një lidhje. Lidhje fshet. Fix, po për mje vullën krejt këti raporti e pame dhe një reagim të cilin e bëri së fundmi Beskallaku, ku i tha që i kishte dhënë fund edhe krejt e kaluare ti tashmë është e vdekur, nuk i intereson asgjë sa i përket Gjensiles, që rëndësi kishte jep mas shumë fëmijëve të tij, dhe prindërve të tij që diçka ke shumë e rëndë nëse shohim si deklarat, sepse po m'duket i shprek pe krejt kësaj situatës të cilën e ka bu Gjensila, që ndoshta faktikisht Gjensila ka zgjedh këtë mënyrë për me largu të themi ashtu vuajtjen ose periudhën e keqe që e ka pas me Besin pas ndarjes, edhe ka qenë një prej situatave cilën ajo ka vendosur me kalu në mënyrë më të mirë duhur, edhe mos mu merr me ato dramat edhe me dalë me ato vajtimet që vazhdimisht i kemi pa të çiftet, po mbi gjitha për mua mbetet një prej çifteve më të mira që i kemi pas në showbiz, po që jeta është e tillë. Unë po mendoj që e kanë gjetë vetëm tek njëri tjetri, tu pas parasysh edhe Sara edhe Ledri janë dodë fix gjatë kësaj periudhe, masnina dhe Gjensila dhe Besi vetë se japën fund lidhje syre edhe pse jo me pas një ribashkim mes dy çifte të ndara, kështot, edhe mu bashku mu bë një çift vetëm, mirë po gjithsesi jo një çift i përfolëm, po unë them që ndoshta kishin shku më shumë me ish partner që i kanë pas, së bashkë. Po qëndrojmë pra tek Gjensila, masi veçanisët muhabetin për Gjensilen, që po mendoni që është një ana prej emrave apo femrave më të përfolura të showbizit gjatë këtij viti, që realisht pajtohen, duke nisë që nga ndarja me Besin, që nga paraqitja e saj u përfal ndërhyrje, ndryshime të trupit, ndryshime në fytyrë, mandej u përfal për lidhjen me Ledrin, të e pas parasysh që tashmë janë edhe në një menaxhment. A mendoni që kjo ndoshta ka qenë mënyra më e mirë që Gjensila me sjell veten në kulmin e showbizit gjatë këtij viti, apo ndoshta nuk është që i parapëlqeni këto pjesët mu përfol për jetën private? Dilara, nëse flasë marketing të kesh nuk ka në asë lloj aspekti. Çka i bën në këtë aspekt i bën mirë pak vetës se cila ngritësh edhe të marrin krejt në për diskutime, jenë në qendër të vëmendjes, gjithashtu ja ka po hajrin këtyre diskutive si mirë përket se kemi pa edhe në përdasma Gjensilin. Edhe unë mendoj që ndoshta si aspekt personal nuk është që kisha pas qef diskutuam sa i përket jetës personale dhe krejt të dramat të cilat janë kriju, po mbi gjitha unë e thash edhe një herë që ka qenë një prej vajzave më të përfolura. Pavarësisht atyre kritikave shumë të ashpërta që edhe unë shpesh herë i kam thonë, se të them drejtën as mus është që më ka pëlqy faktikisht një Gjensil krejt tjetër, për asaj që jemi mësu me pa e cila ka qenë me Besin, që shumë prej njerëzve ka marrë aludime që kjo lidhja i pas ka bu keq Gjensiles edhe pas ka shfaq një Gjensil tjetër. Kështu që unë mendoj që pak Gjensila e ka tepru me ato reagimet e saj, edhe kanë qenë pak të tepërta,